shpenzimi më i mirë që bën burri është shpenzimi për familjen e tij, për bashkëshorten e tij, për fëmijët e tij. S'ka shpenzim më të mirë se sa ky. Ky është shpenzimi më i dashur te Allahu. Sepse nuk është sadakaja vetëm kur e japim jashtë, po dhe kur e japim në familje, në fëmijë. Pra për shembull, përse duhet kursejmë, ndërkohë që mund të rregulloj kushtet bashkëshortes time, ndërkohë që mund ta kënaq bashkëshorten për çfarë po kursej? Ku do të çoj këtë lek? Kështu që më mirë ta shpenzojmë familje tek fëmijët, edhe ta kem situatën le të themi në dorë dhe në kontroll, sesa duke i mbajtur lekët dhe pastaj domethënë ka pak kënaqësi, nuk plotësohen nevojat që mund të ketë. Për këtë arsye kemi edhe do ta mbyllim pjesën e parë, hadithin e bashkëshortës së Ebu Sufjanit, e cila vjen një ditë tek pejgamberi alayhis salatu selam dhe i thot o pejgamberi i Zotit, thot Ebu Sufjani ka dorën shumë shtrënguar. Pra nuk jep lek, ishte tipi i tillë që nuk jep. Tha, a më lejohet mua që të marr diçka nga pasuria e tij pa e ditur ai? I tha pejgamberi alayhis salatu selam, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu në mesatarizëm. Sipas traditës. Sepse njeriu mund të dojë, ku e di unë, mirë po çfarë i tha pejgamberi sa, merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu në traditë apo në mesatarizëm, tek mesatarja pra. Pra kjo është ideja, domethënë, që nëse qëllon Allah se ka burra që janë të tillë, vëlla që janë shumë koprac. Atëherë në këtë rast i lejohet bashkëshortes që të gjejë një formë tjetër të mirëmbajtjes vetes apo plotësimit nevojave për fëmijët e kështu me radhë.